mirë që më hoqën, okej, unë do vazhdoja punën si avokat, krijova edhe një fondacion Rule of Law Foundation, më thanë miqët amerikanë, pra dëshia jetën time profesionale. Por me 4 nëntor të 1995-ës, në mëngjes herët troket dera dhe thonë jemi policia. Them po mirë, policia, u që bilës Diana shkoj para të dera, po pa hap derën. Për fat, një pim që ishte refugjat në Gjermani, imigrant në Gjermani, me kishte dërguar një kamera që ma kisha montu dhe të dera, që të shihje kush në jashtë. Se unë një apartament, s'kishim rojen, unë në atë apartamentin që kam pas marrë para 90-ës, ilës ndjetër 90-ës. Dhe shohim, pastaj qom dhe unë i thëmë, po keni ndonjë shkres, keni ndonjë urdhër, jo thonë po hap derën. Nise them derën nuk e hap, a e dini ligjin, ishte shumë herët në mëngjes, ditë shtunë, para orës 8 unë se hap derën dhe po të keni urdhër nga prokuroria, ku do që ta keni, futeni porterës edhe pastaj procedojmë. Nëse u pa ty, përveç policëve me uniform ishin qafës, në ato tamam gangat me gjupa, lkuret, si flok gjata, u pa që qëllimi ishte ogurzi. Ditë shton, herët në mëngjes, po të kisha hap derën, në base edhe këtë intervjist do të kishim shansin të bënin. Dukej që Saliu dhe Shiku edhe Zefin si qytetari thjesht e kishin frikë. Ose nuk donin ta shikonin as të gjallë. Pra, qëllimi më nuk ishte të më rëmbenin edhe u shduk pa zhur, pa gjunë. Po që ndodhi pasaj, juve ku shkuat? Pastaj, por ambasada amerikane, ato e dinin që Saliu nuk ndalot me kaq. Dhe më kishin thënë për çdo që, për çdo shqetësim, du të nga marrësh në telefon. E morë telefon? Dhe ajo, unë atëherë kur më thanë nuk e mora shumë, se ku e kishim lënë numrin e telefonit, nuk po e gjenim, ishte dhe mëngjes edhe të stresi, të jemi realist, është më në fund përmes arritëm të lidhem me atë ambasadës, erdhi ai me makinën e ambasadës, bilës kur unë mora në telefon, se du të krijoja prova që apartamenti im është i rrethuar. E kisha mësu që Saliu mohon të vërtetën, edhe për rrethimin e gjykatës kasacionit, disa herë e ka mohuar. Dhe vjen bilës Karl Zibentrit, kur vjen aty të policia që ishin me atë mikrobuzin e policisë, po tentonin me u largu disi që të mos dukeshin që janë tamam. Mirë po ishte me balt, ishte balt aty dhe kish ngelsin balt në duke taj mikrobuzi dhe ky po thoshte ishte pak si me humor të shifshe gjithë ato policë të shtynë mikrobuzin e tyre nga balt. Nëse vjen ai, merr informacion dhe thot, i shpjegoj që ka në bilës edhe policia, thot, hapën derën, dum dhe pasaportën diplomatike. Foli me duket foli me një të zyrës presidentit, ky Karli, dhe i tha, pse keni rrethu me policë apartamentin e Brozit, pse i ka shku policia,
Dhe ai përgjigjet nga telefoni, unë realisht nuk e di saktësisht personin, as pyeta. I thot, Zefi gënjen, thot, nuk as një polic nuk është e shtëpi e Zefit. I thot, unë jam brenda në shtëpinë e Zefit. Aty manej unë ndërprej biseda e mbylli ai president. Dhe preteksti, si që thatë, ishte për të marrë pasaportën në 5 të mëngjesit dhe pas një shkresë, po më thotë Karli, po jepja pasaportën, po më pasaportën do ja jap se s'mduhet. Dhe do ta çoja unë te Ministria e Jashtme. Vjen Arbeni Mami, se kisha marrë në telefon Arbenin, ca deputet, ca gazetar. Arbeni thotë, njo këtë shefin e rrethimit, ata ftoj që t'i japim pasaportën. Po, thash, vjen ai, i pëm kapën si mas respektit. Dhe i them, po, veç se do bëni proces verbal, që pasaporta sa vula ka për udhtimet, sa faqe ka, se doja t'isha. Po. Dhe edhe ta firmosim 3 vet, unë edhe 2 të tjerë si dëshmitar. Nëse të bëjmë atë, por edhe ja japim pasaportën ti shefit. A kërë për pasaportën, merre. Jo, tha, prit, tha. Edhe morin telefon se me ka foli. Jo, i thanë, mos ja merë pasaportën, të dali vetaj, të dorëzoje pasaportën. Aty manej unë thash gjatë, po që ju s'kishit arë për pasaportën, kjo dihe. Qëllimi ishte krejt tjetër. Për të rëmbyrë. Pastaj apartamenti ka ne, si të shpëthuj se një javi me pjesën më të madhe të kohës i rrethu me. I rrethuar një javë? Po. Dhe pastaj ju ikët direkt në Amerikë? Amerika kishte bën planin për si të më merrnin në Amerikë. Dhe në raport disa miq të afërt që jam shumë i njohës, më kanë ardhur me mua në aeroport dhe Karl Zibentrit i ambasadës amerikane, ai ka vëzhguar gjithë derisa është nis avioni. Okej. Ilës avionin edhe ndalun, kur e morën vesh se kam hypë në avion, sepse po Ndaluan avionin? Po me sa duket Saliu kur morën pasaportën, thanë ky s'ka pasaport edhe nuk ikëm dot. Por unë sa më kanë heqë, unë kam shku e nxerr pasaportën si qytetar, atë pasaportën e thjesht, dhe pasaporta me vizën ishte në ambasadën amerikane. A i kishte përgatitur ambasadën amerikane? Po, edhe biletat, për mu dhe për Gjanën. Edhe për bashortën. Po, foto tjetër, ishte Joseph Flake. E keni takuar Joseph Flake mas i shkuat në SBA? Nuk më është dhënë rasti ta takoj. Nëse do takoj atë fjalin që do t'i thoshe, cila do ishte? Edhe për aq sa ka bërë, dhe shprehja mirënjohje, me ka ardhur në zyrë, kemi diskutuar, por unë nuk e dija këtë, e kam mësuar nga libri juaj. Okej, foto tjetër, sepse ne i konsumuam disa biseda. Richard Shifter. Po, Shifter. Me këta e keni pasur... Ambasadori Shifter, një njeri mrekullueshëm, një mik, dhe ka një histori familjare të shumë interesante. Se familja e tij është ka qenë në Holokaust, është djegur prindrit e tij. Dhe ky është martuar me një gjermane, Emilion, i kemi qenë në shtëpi disa herë, kemi ne, për fat të keq ai ka ndru jetë. Ky ishte këshilltari i presidentit Clinton. Clinton.
me presidentin Clinton në Shtëpinë e Bardhë dhe ambasadori Shifter kishte informacion të detajuar që po ndodhte në Shqipëri dhe që po ndodhte me mua. E kuptoj. Po, foto tjetër? Dhe ky dhe presidenti Clinton kur është taku me presidentin Clinton, Berisha, presidenti Clinton ja ka thënë në mënyrë krejt të qartë që mos prek gjyqësorin ose dhe kryetarin e gjykatës. Okej. Kjo ishte qeveria e parë, qeveria Meksi, qeveria e parë pas ardhjes PD-s në pushtet. Në fakt jo e para, po ishte një e 96-s, mos gaboj, por do doja vetëm një përkufizim. Ajo që më ka bërë shumë përshtypje edhe deri në shpalljen të zotit Berisha non grata për ju, lidhet edhe me gjithë aktivitetin e zotit Berisha që nga viti 1991 me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Nuk i di detajet, por një gjë do them që dosja e Berishës, informacionet e Berishës për lidhjet e tij edhe me disa organizata që punonin kundër Amerikës, organizata terroriste, element terrorist me sa di u dha dhe shtetësi shqiptare në Shqipëri. Jo, e dieta, po si ka mundësi zoti Brozi që Amerika e mbështeti pasaj zoti Berisha dhe ishte merit e tij dhe qeverisë tij që u transformuar në NATO dhe erdhi presidenti Bush në Tiranë? Në politikën e jashtme, kur dikush zgjidhet kryeministër apo president, atëherë mendoj që populli e zgjodhi, do punohet me atë që ka zgjedhur populli. Pra, nuk mund të gjykojmë ose të presim ne që një shtet i huaj të gjykojë si gjykojnë ne shqiptarët. Ato zbatojnë parimet e marrëdhënieve shtetërore dhe përderisa ai ishte president apo dhe kryeminist, me atë do bashkëpunonin. Ndërsa Shqipëria në NATO dihet si ishte thjesht një qëllim strategjik i Amerikës që të pranohej në NATO. Se pas Gërdecit 2008-s shumë tjera, nuk është se Shqipëria i plotësonte kriteret për NATO, por u bën shumë mirë dhe duhet të jemi shumë i njohës NATO-s. Okej, foto tjetër? Do doja një përcaktim për kryeministin Edi Rama. Përcaktim. Nuk është lehtë të bësh një përcaktim të shkurtër për Edi Ramën si lider, si kryeministër apo dhe si qytetar, si ish profesor i arteve edhe piktor. Është shumë kompleks. Por, natyrisht që si çdo lider, Edi Rama ka anët pozitive dhe negative. Unë do vlerësoja shumë rolin e tij për rritjen e reputacionit të Shqipërisë në Evropë dhe në botë. Kur s'ka pas Shqipëria kaq reputacion të mirë, njohje të mirë dhe në arenën ndërkombëtare sa që ka sot. Dhe këtë ndjem edhe kur bisedoj me Amerikanë që kanë ndiku shumë edhe fakti që Shqipëria këto vitet e fundit është bërë një magnet për turizmin e huaj dhe ndikon shumë pozitivisht. Dhe nëse Edi Rama pra do arrijë që ta fusë Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda këtij mandati, atëherë ai i ka bërë Shqipërisë një kuptohet, jo veç Edi Rama si person, aty është një institucionet, dikojnë edhe vetë qytetarët e Shqipërisë, dhe imigrantët që janë jashtë mund të japin atë rolin e tyre duke bërë emër të mirë vetë si shqiptar, por edhe
me kontakte që mund të kenë. Pra, një gjë që mund të theksoj është po Edi Rama do të jetë dhe institucion në Shqipëri të luftojnë korrupsionin fort. Korrupsionin nuk mund të luftohet vetëm nga SPAK apo nga gjyqësori. Çdo institucion duhet të luftojë vetë korrupsionin brenda tij. Dhe pastaj kur shumë e drejtë. Foto tjetër regjia, se ishte një foto që s'dua ta është. Për Berishën e folëm, kemi në mos gabojmë foto të SPAK-ut? Po, do doja një përcaktim tani, ti jam i bindur që një pjesë të këtyre u ka dhënë mësim, po ti nuk doje ti zbuloj këta. Cili është vlerësimi juaj për SPAK? SPAK. Pritshmëritë e SPAK-ut që kur u kriju kanë qenë dhe janë shumë të larta. SPAK-u pozitivisht mund them se ka bërë hapa, sidomos në drejtim të korrupsionit. Po? Por jam i zhgënjur. I zhgënjur? Po, për çështjen e 21 janarit. Jo i pakënaqur, jam totalisht i zhgënjur me së pari, sepse SPAK bëri çmos që të mos e merrte çështjen e 21 janarit, edhe pse gjykata evropiane i vuri emrin që meritote krimi shtetëror i 21 janarit, edhe pse gjykata e lartë të cilën e përshëndes për vendimin që e detyroi SPAK-un të marrë çështjen dhe të fillojë hetimet. Kam një pyetje për SPAK-un. Si është e mundur që SPAK-u këtë krim kaq të rënd ku kanë humbur jetën 4 protestues dhe janë plagos qindra tjerë, e lën mënjan, zvarrit hetimet, a mos vallë aty në SPAK ka ndonjë prokuror që mendon që duke zvarrit hetimet do ta shpëtoj Sali Berishën nga gjykimin bazë provave dhe ligjit edhe për këtë krim të tmerrshëm shtetëror të Sali Berishës. Jemi në mbyllje. Nëse ka prokuror të tillë, dua të them që e drejta do shkojë në vend edhe për 21 janarin. Mos bëni lojra me 21 janarin. Mos u bëni më gardian të Sali Berishës. Jemi në mbyllje, zoti Brozi, të kësaj interviste shumë interesante, por disa ditë të parë në Universitetin e Harvardit, në Cambridge, në Massachusetts, një doktorant shqiptar, një student shqiptar bëri një pyetje Anthony Blinken, ish sekretari të shtetit. Besoj e ndoqët atë? E kam lexuar diku, po më duket. Dhe zoti Blinken e tha tekstualisht, nëse ju doni unë e lexoj që të jemi korrekt. Ai tha që nuk ka të bëjë me mangësitë e administratës sanksionet e vendosur nga zoti Berisha, por me mangësitë e zotit Berisha do të vazhdoj të qëndroj unë pas kësaj, pas këtij vendimi. Cili është komenti juaj? E ka thënë shumë bukur, të vërtetën. Pra, shpallja e tij non grata nuk është se ishte thjesht vendimi një personi. Dosja e Salës mund të ketë marrë vite duke u pasuruar me derisa ka ardhur në pikën e vendimit për non grata. Jo shikoni, miliona dollar pagoi Saliu për t'ja heqë non gratën dhe nuk e ka arritur dhe kam bindje që s'do të arrijë. Pra, Amerika nuk e ka dhënë vendimin e non gratës thjesht për një emocion të dikujt. Jo, dosja e tij do të jetë voluminoze, kam besim, për korrupsion dhe për krime të tjera që vinë përbëjnë rrezik dhe për Amerikën. Dhe në fund fare shfrytëzoj rastin zoti Brozi si ish kryetari i gjykatës
më të rëndësishme dhe më të rëndësishme të shqiptar. Do doja një mendim tuaj si jurist, si një profesor i të drejtës penale për ata drejtuesit e UÇK-s në Hag. Do thënë, me kulturën time modeste juridike u dënuan 11 drejtues të lartë të nazizmit për 50 milion qytetarë të gjithë botës ju vranë dhe dënohen, kërkohet burgim të përjetshëm për 4 ish drejtues të UÇK-s që mbrojtën popullin e tyre? E gjithë çështja e ish liderëve të UÇK-s në Hag më duket një, ta them me gjuhën popullore, marrëzi. Një thik pas shpinit që i bëhet Kosovës dhe luftës çlirimtare të popullit Kosovës. Onoraj që gjykata e Hagës të mos bjerë në kurthin e disa prokurorëve të Hagës, pavarësisht se nuk jam në brendësi të tërë provave që mund të jenë paraqitur, por aq sa kam dëgjuar dhe parë, unë me zemër po dhe me bindje besoj në pafajësinë e tyre. Dhe i vetmi vendimi drejt, paktën me aq sa di, do ishte pafajësia tyre. Kosova ra në një grack që ju imponua, që me miratimin e kësaj gjykate, besoj unë. Por le të shpresojmë që gjykata të bëjë atë që duhet. Pritet dhe që duhet. Fjala juaj në vesh të Perëndis, zoti Brozi. Unë të falenderoj shumë për këtë rrëfim të veçantë, rrëfim të rrallë, të ndjerë dhe me emocion, madje dhe me lot gjatë intervistës. Unë do doja shumë që kur të vini në Tiranë si turist apo për çfarë mund të vini ju, jo thjesht të takoja, po të kisha përsëri në këtë studio, megjithatë edhe aty në Washington nga banesa juaj, nga dhoma juaj, studioja juaj e punës, ju e realizuat. Ju falenderoj shumë. Faleminderit ju dhe gjithë stafit, dhe edhe një herë, shumë faleminderit për punën e mrekullueshme që ke bërë me librin. E kam lexuar dhe rilexoj her pas here pjesës të tij. Të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë. Dhe përshëndes dhe gjithë dëgjuesit dhe shikuesit e emisionit tuaj dhe gjithë shqiptarët kudo që janë. Ju uroj gjithë të mirat. Faleminderit zoti Brozi.